Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, qojmë salavatet dhe selam e pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me hadithin e radhës me lejen e Allahut dhe ngjarja e sodit ka të bëjë me sjelljen e njeriut dhe karakterin e tij në përgjithësi. Në fakt bëhet fjalë për një cilësi që e dëmton rënd njeriu, pra ka të bëjë me një karakter që duhet pasur kujdes njeriu edhe për shkak se i shkakton shumë të lashën jetën e tij të përditshme. Prish miqësi, e ul dinitetin e tij si burr, pastaj edhe mund t'i bëj edhe t'i shkaktoj të lashë edhe në familje, edhe në miqësi, edhe të kolegët në përgjithësi, në raport me të gjithë të tjerët, nëse nuk ka kujdes dhe nuk e ka parasysh kontrollimin e këtij karakteri. E keqja e kësaj qëndron në faktin se njeri me këto mas shumë t'i bën dëm vetes, jo të tjerëve. Edhe ngjarja është se një njeri vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra hadithi është i saktë e përcjell Buhariu dhe të tjerët, se një njeri, një burr, një ditë vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse i shqetësuar edhe me shtru një pyetje, e kjo pyetje nuk kishte të bën për me tregu veten ai apo diçka shumë thelbësore, po një sen që ai e ka synu për veten e tij edhe për me qenë udhërrëfys për jetën e tij të përditshme. Edhe i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i thot: "O i dërguar i Zotit, këshillom, ausini, në gjuhën arabe, domthon porositum diçka të rëndësishme. Bëm nasihat diçka shumë të nevojshme për jetën tëm të përditshme." Dhe me gjas ky njeri ka prit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e drejton për një punë të hajrit, për një vepër të rëndësishme që mu ka pas ti për me fitu vepra të shumta, pra këtë si duket e ka synu. Mirë pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet me një përgjigje shumë të thjeshtë. Edhe i ka thënë la taghdab, që nëse përkthejnë në shqip atë mos u zemra, mos u hidhra. Vetëm që të fjalë, jo ma shumë. Për arsye se ky ka prit diçka pak më gjatë, diçka në këshill pak më detajzuar, po vetëm kjo fjalë. Edhe o ndal edhe ka mendu, pra ju ka dogë sikur mirë, e kuptova këto, pa a ka diçka tjetër, edhe prap e ka pyet më këshilla. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vazhduar me të njëjtin, ka thënë la taghdab, mos u zemra. Edhe në hadith përmenet faraddada miraran, edhe disa herë ja ka përsërit më këshilla, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të njëjtin ja ka kthy mos u zemra. Pra nuk përmenet 3 herë, ndoshta ka qenë edhe më shumë herë. Jo sikur ai hadithi me herët që kemi përmend, pra edhe më shumë herë e ka pyet, pra ka mundësi edhe më shumë se 3 herë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka përgjigj me të njëjtin përgjigje mos u zemra. Pra një porosi e thjeshtë si fjalë, mirë po shumë e rëndësishme për njeriu në jetën e tij të përditshme. Për arsye se nëse e kem parasysh këtë fjalë, edhe e kuptojmë, edhe mundohemi me kalit veten, me emsu veten, që me largu nga vetja jonë zemrimin, atëherë vërtet fitojmë shumë të mira në këtë dynjë. Andaj, fuqia e kësaj fjale, vëllezër të nderuar, nuk qëndron në ç't thjeshtësi që e ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po është thelbi i edukimit edhe mirësjelljes edhe ahlakut të njerit në përgjithësi. E çka na mëson ky hadith? Po i shpjegojmë disa pika të rëndësishme. E para, se forca e vërtetë e njerit, karakteri i tij nuk qëndron në muskuj, në fuqinë e tij, po në kontrollimin e kësaj fuqie. Përsa ata është edhe një rast kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të saktë, gjithashtu e përcjell Buhariu në koleksionin e tij, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam leysa shadidu bisur'a. Çka do të thonë? Nuk është i fortë
nuk është i fortë, nuk është azgan që shtim ne në gjuhën e popullit, nuk është njëri i fortë, njëri që është do thotë azgan, ai i cili bisura në gjuhën arabe, do më thonë ai që i mund tjerët në mundje, do më thonë kur është me ta në luftë ose në përlahet me ta, apo pra është i fuqishëm, e tregon muskullin e tij, po nuk është i fortë ky, që kërkon me i danë me i herë ndaj tjerëve. Hajde, po thonë këta trit, ju lyp fer tjerëve. Po thotë nuk është pejgamberi sa ky i forti. Po kush është i forti? Ai i cili e përmban veten e tij kur t'i ndrohet. Ky është i fortë. Ky është do të thotë ai i fuqishëm me kuptimin e fjalës. Jo ai që lyp fer, edhe ai që me njëherë i tregon muskujt e tij, po i fuqishëm me kuptimin e fjalës është ai i cili arrin kur vjen atë momentin e hidhrimit edhe me shpërthy e nal veten e tij. Ky është i fortë. Qështu po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, që thash pak më herët, shumë njerëz mendojnë që fuqi është kur ti e imponon të frikën ndaj të tjerëve, domethënë i shtin tjerët me tutut, edhe nuk guxojnë as me ta kthy fjalën, as me thonë është ashtu, s'është ashtu, pra me të kundërvy, nuk i lejon, pra arsye se ti me njëherë kthehesh që në këtë hadith pra përmend me njëherë me ju kërkon të thotë edhe e përdor forcën, dhunën për me çu fjalën tënde. Nuk është ky. Pra nuk është kjo kuptimi i fjalës forcë, po forcë është ai i cili është e nal veten e tij në çdo momente dhe në çdo rrethana. Pastaj prej dobive të hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këtij hadithi është edhe që kjo përsëritja. A ka mujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos u hidhra edhe mi kallëzua ndaj punë tjetër ose tjetër. Ka njëri në jetën e tij të përditshme shumë porosi, po është fokusuar në këtë, edhe ka potencuar një herë, 2 herë, 3 herë, disa herë. Pse? Për me tregu se vërtet, edhe kjo është shumë e rëndësishme, burimi i çdo të keqe është do thotë kur njeri te i kalon kufirin në hidhrim. Pra arsye se i bën veprime që pastaj pendohet, mirë po është e vonë, nuk ka mu rikthim, nuk ka mu përmirësim, sa miqësi janë prish, sa burr e gru janë do, sa fëmijë pra kanë pësu si rezultat i keq edukimit apo keq sjelljes së njerëzve në vetin në përgjithësi. Prandaj për këtë shkak edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e potencon që me këtë këshill të shkurtër, po shumë do me thonë se për njeriu për me e kalit veten e tij në raport me njerëzit në përgjithësi, familjen, kolegët, pavarësisht me kund ballavaçorët në përgjithësi. Prandaj kjo ishte do thotë një pejdo. Tjetër pikë që është shumë e rëndësishme, e kemi përmend këtë disa herë, Jawami'ul Kalim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është dhënë gjithëpërfshira në fjalë të cilat i ka thonë. Pra, fjalë pak, po kuptime të shumta. Edhe këtu e ka përdorur këtë metodologji pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka shtjellu, nuk është zgjeru, nuk e ka qysh me thonë elaboru, ka mujt për shembull me trajtu në formë pak më konkrete. Mirë po, e ka përmbledh me një fjalë të thjesht, mosu zemra, pavarësisht çfarë rrethonës situate mundohu me nal veten tënde. Edhe do të kesh sukses në jetën tënde në përgjithësi. Pastaj, çka kuptojmë nga kjo fjala mosu zemra? Ulemat kanë thonë janë dy sene këtu. E para është parandalimi. I thojnë në gjuhën preventiva, që njeriu kur e sheh veten e tij që mundet me kanë në një situatë, në një rrethon, edhe mundet me eskalu, atëherë mos u ballavaço me të. E ke parasysh preventiv, do thotë për shembull është një situatë, një rrethon e keni idhnim me dikon, edhe ki mu ballavaçu me të në çat rrethon edhe ndalo, mos shko. Nale veten. E ke parasysh ka herë kur të vlen gjaku edhe thu veç mos të zatesha. Kur e sheh veten tonë, parandaleje këtë mos e ekspozo veten. Pra arsye se nuk je sigurt që mundesh me majt veten tonë, prandaj mos e shti veten tonë në rrethana situata që mundesh mu provoku edhe
pra parandalimi. Edhe e dyta kam thonë përmbajtja. Nëse ndodh mu zemru, atëre e nal veten tane. Pra e nal veten tane, e kontrollon veten tane që mos me bën një veprim që eskalon edhe pastaj kuptohet qartë që mund është mira pishmoni, po s'ka kur fardobie mo ai pendim në jetën tonë në përditshme. Prandaj, pra këto dy gjane i përmendin ulemat kur flasin për mos u zemra, pra e para parandalimi, mos e ekspozo veten në situata rrethana ku zemrosh, edhe e dyta, nëse ndodh zemrimi, atëherë përmbaje veten, mos e lejo me eskalu edhe me i tejkalu kufit. Pastaj prej gjërave që përmendet këtu është se nga njëherë ndoshta nuk është në kontrollin apo situatën tonë me ndi njëri zemrim, e një fjalë keqe, apo dhe ndoshta një ofendim, apo një sharje, apo një nënçmim, apo poshtrim, apo pavarësisht njëri ballafaqohet, jeta i ka sfidat e veta në përgjithësi. Pra kjo nuk është që mundesh ti gjithmonë minal njerëz të tjerë me ty një sjellje caktume, nuk e ki kontrollin e tjerëve, mirë po e ki kontrollin e vetes tane. Prandaj është gabim me të leju ty emocionet me ta kontrollu veten tane. Prandaj edhe një prej vetive që Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar kur tregon cilat janë ato karakteristikat e besimtarëve që kanë me fitu xhenetin, thotë wal kadhimin al ghaidha, ata të cilët e frenojnë hidhrimin. Pra në situata kur ballafaqohen me këtë hidhrim, nuk eskalojnë, po e frenojnë hidhrimin. Wal afina anin nas, edhe janë të i kalues ndaj njerëzve. Me një fjalë, i shikojnë të tjerët, edhe pse ndoshta i kanë hinë hak këtij, e kanë ofendu, ja kanë marrë, domosdoshmë kanë bërë zullum sene, e të i kalën, janë në Zotit, ose thotë nuk mirëna me ty. Për arsye se unë kam rrethana situata tjera që Allahu i Madhërisht e don këtë rrethan edhe këtë situatë. Për çata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që transmetohet nga ai, vërtet thot ai i cili ka aftësinë, e ka mundësinë, mundohet edhe e arrin me e stopu veten e tij në hidhrim, çka po thot? Ditën e gjykimit, Allahu i Madhërisht atë njeri ka me ngrit, ka me thirrë dhe ka me ngrit ndaj krejt krijesave. Domthonë ka me dhënë këtë privilegje që ka me ngrit nga krijesa tjera në përgjithësi. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme gjithashtu në këtë rast është edhe fakti se vërtet zemrimin, nëse e ilustrojmë me një rrethon, me një situatë, është sikurse një enë ose një shishe, e cila kur të thehet i derdh këtë tjera. Domthonë s'ka mos, nëse ka ena qumsht ose ushqim ose diçka, s'ja sheh hajrin mo. Pra njeri mundet me pas në brendësinë e tij shumë të mira, shumë karaktere të mira, po me zemrim, me hidhrim, thehet ajo edhe del edhe i hup edhe të mirat. A e ke pa? Shumë njerëz mund me pa shumë karaktere në jetën e tyre, mirë po mundet me qenë një situatë e eskalume, një rrethon që s'ka ditë me menaxhu veten, i gjun humben shumë hajre edhe të mira ndoshta që ka ba në të ardhmen. Prandaj duhet me e pas parasysh këtë në përgjithësi, posaçërisht në rrethana të ndryshme njëri mundet me qenë si prind. A ke pa, tash nëse marrëm një shembull shumë thjesht, njeriu si prind mundet fëmia e tij 4 vjet, 5 vjet, 6 vjet, hajde edhe më shumë me pas, tu e pru një gotë me rëthu edhe e derdh, ose e then. Tash reagimi i prindit janë dy qasje. E para i dhnohet, zemrohet, edhe quhet ndoshta ja jap në flakeresh i bërtet, edhe çka ndodh, hub atmosfera në shtëpi. Ndoshta jam kanë të ul me hongër buk, kanë qenë qetësinë e familjes, po hub, eskalon situata. Hub, domosdoshmë çdo, edhe mundet me kanë qasja tjetër, mu ngrit edhe mi shku afer edhe mi thonë çka u ba, edhe ai e arsyeton veten ku marr thu ose jam rrëzu, ose mundet edhe me kërku falje edhe me thonë rregull, ki kujdes tjetër herë, edhe e mëson me fshitani. Hajde e fshina bashk, ose edhe e eskalon situatën. Është diçka që ka ndodh jashtë mundësisë së tij, edhe cila është më e mirë. Edhe në edukim është më e mirë e para, për arsye se e largon tek fëmia fobin, që nëse bën një veprim tani nuk mundohet me mshef,
ose me gjujt, mos me kuptu, po qka është i sinqert, edhe e kupton gabimin që me pas kujdes në përgjithësi, e kjo është do thotë shumë e rëndësishme me pas parasysh, edhe po du me e përmbyll me disa këshilla praktike të cilat edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mëson që vërtet njeriu kur dihet i zemëruar në një situatë kur është domthonë rrethana, atëre më së miri është mos me vazhdu debatin, me nal. Tërhequ, qoftë me gruan, qoftë me mikun, qoftë me dikun të huaj, tërhequ. Nuk ka të keqe njëri mu tërheq. Nuk është, prap po themi, nuk është frik, as nuk është do të thotë jo burrni, pse ti tërhiqesh. Edhe ndash grus tane, për shembull, nëse është në një situatë eskalimi, edhe ndoshta mundet me ta thonë në një fjalë tron, mos ja ktheti, tërhiqu. Tërhiqu, dil pe shtëpis. Për arsye se më mirë është ashtu se sa ti me vazhdu, pastaj edhe me ardhë në një rrethanë, në një situatë, pastaj edhe mundet me kanë gjendja me arrit në dhunë, apo që është me e keqja edhe deri tek ndamja e rrethanat që fatkeqësisht shumë njerëz ballafaqohen me këtë situatë. Prandaj mundohu me e tërheq vretin tjetër. Prandaj gjithmonë kupto se vërtet reagimi impulsiv, do thotë reagimi që e bën ti në moment me emocion sene, shumicën e dërmuese janë rrethana dhe situata që kimi ra pishmoni. Që secili prej neve le të merr situatat, na ndodh secilit. Çdo herë i bim pishmon pse kina reaguar ashtu edhe pse s'kina bë domosdoshmë një tërheqje pak më taktike në jetën tonë të përditshme në ngatresat ose problemet të cilat janë ballavaçuar në jetë, për arsye se secilit i ndodh kjo. Nuk është asnjë njeri mundet kjo sfidë e jetës. Prandaj këshyre, boni vetit do thot një farë llogaria dhe sheh që vërtet shumë më mirë o ka në rrethana të caktuara me tërheqje se sa kur e ke ekspozu veten tane. Edhe ajo që na mëson edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur njëri hidhrohet, nëse je në kam, atëherë ulu. Nëse je ulun, atëherë shtriu. Pra mos bën një reagim e cila mundet pra me qunë në një situatë që me bë reagim pastaj me ra pishmanit. Ka disa transmetime, megjithëse nuk arrin shkallën e vërtetësisë, po sidoqoftë ka edhe kuptimin e mirë që nëse je nervoz ose je në situatë hidhrimit, shko me abdes. Edhe vetë preokupimi me marrjen e abdesit dhe ajo ftësia e ujit ta largon pra atë emocionin edhe gjak nxehtësinë të cilën mundesh me pas në veten tënde në përgjithësi, pra kjo është e këshilla e ditës sodit që vërtet në të bart shumë urtësi edhe shumë gjëra, inshallah Allah na bën nga ata të cilët vërtet arrin me kontrollu veten në situata edhe në rrethana të këtilla, për arsye se vërtet nëse njeriu e arrin këtë nivel të kalitjes edhe të edukatës, atëherë arrin që shumë rrethana dhe shumë situata mi menaxhu ashtu siç duhet edhe mos me dështu në raport me të tjerët. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu nderoft.